njësit fluturuese të fash, pan aksionin e parë luftarak të tyre në vitin 1957, pikërisht më 23 dhjetor të vitit 1957, një avion luftarak amerikani tipi T-33 shkeli hapësirën ajrore shqiptare. 2 avion të tipit MiG-15 u ngritën nga baza ajrore e Kuçovës, të pilotuar nga Anastas Ngjela dhe Mahmut Hyca. Avioni amerikan u rrethua dhe u detyrua të ulet në pistën e pambaruar të aeroportit të Rinasit. Avioni u sekuestrua dhe piloti amerikan u kaprob. Piloti amerikan u lirua më 11 janar 1958, ndërsa avioni u vendos në Muzeun e Kështjellës së Gjirokastrës, ku ndodhet aty edhe sot. Më 31 dhjetor të vitit 1957, vetëm disa ditë më vonë nga ky incident, një avion tjetër i huaj shkeli hapësirën ajrore shqiptare. Ky ishte një avion transporti i tipit DC-7 i Independent Air Travel, që po fluturonte nga Gjermania drejt Singaporit. 2 avion të tipit MiG-15 u lështuan për ta kapur. Transportuesi u rrethua dhe u detyrua të ulej në aeroportin e Kuçovës. Të 5 pilotët dhe avioni civil u liruan më pas, më 4 janar të vitit 1958, mbasi u vendos që ishte vetëm një gabim navigacioni. Më 31 dhjetor 1958, një avion tjetër i huaj u kap nga avionët reaktiv të bazës së Kuçovës. Ky ishte një C-54D Skymaster që përdore nga CIA për të transportuar armë në Indonezi. Avioni u detyrua të ulej në bazën e Kuçovës dhe më pas pilotët dhe avioni u liruan për të kthyer në Angli. Një fitore e rëndësishme kjo e forcave shqiptare të armatosura. Në vitin 1967 më 21 korrik, një incident i rënd ndodhi mbi hapësirën ajrore shqiptare. Një avion jugoslav i tipit F-84 Thunderjet, i armatosur me raketa të padrejtuara dhe bomba, shkeli hapësirën ajrore të Shqipërisë në afërsitë të Diburës, duke fluturuar në drejtim të peshkullpi Martanesh-Tiranë. Avioni jugoslav me numër regjistrimi 11 ishte i dislokuar në aerodromin ushtarak të Zemunit, rreth 15-20 km në veri perëndim të Beogradit. Avioni pilotohej nga Bojdar Vojević dhe detyra e tij ishte të fluturonte për në aerodromin ushtarak të Kumanovës, Maqedoni, ku do të merrte pjesë në stërvitje. Shërbimet e radarit nuk arritën ta diktonin shkeljen e hapësirës ajrore të Shqipërisë, për shkak se avioni jugoslav fluturonte ulët, duke ndjekur relievin. Avioni u diktua vetëm kur ai ju afrua bazës së forcave ajrore në Rinas. Pilot të gatshëm ishin Koço Biku dhe Roland Sofroni. 3 avionë reaktiv të tipit MiG-19 të komanduar nga pilotët Koço Biku, Mahmut Hyca dhe Gazdar Veipi, u ngritën nga baza ajrore e Rinasit për të interceptuar avionin jugoslav. Avioni jugoslav u rrethua dhe u detyrua të ulej në aerodromin e Rinasit. Mbas uljes, piloti jugoslav deklaroi se ai kishte humbur orientimin gjatë fluturimit. Avioni dhe piloti u kthyen në Jugosllavi mbas një marrëveshje mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë. Disa incidente dhe operacione luftarake të tjera u kryen mbi Shqipëri në vitet 60-70, për të cilët nuk dihet shumë. Në vitet 60, 2 avion të forcave ajrore italiane të tipit F-84 Thunderjet ulën në bazën ajrore të Rinasit në rrethana të panjohura. Sipas një versioni tjetër, flitet vetëm për një F-84 italian që ul në Rinas. Në vitet 70, një avion i vogël civil grek u kap mbi Vlorë nga një MiG-15. Ai u detyrua të ulej në pistën ajrore të Vlorës, ku piloti një shtetas grek u arrestua. Gjithashtu, në fund të viteve 70, një avion shqiptar i tipit MiG-21 F-13 gabimisht shkeli hapësirën ajrore jugoslave gjatë një stërvitje. Avioni shqiptar i pilotuar nga Luto Sadikaj u kap nga 2 avion jugoslav të tipit MiG-21. Avioni shqiptar u rrethua dhe u detyrua të ulej në aerodromin e Kosovës, por piloti shqiptar në momentin kur avioni bëri kontakt me pistën e aerodromit, e futi në fosfazh avionin dhe u ngrit përsëri, duke lënë prapa 2 avionët jugoslav tashmë kishin hapur parashutën në frenimit. Luto Sadikaj u drejtua Shqipërisë me shpejtësi të madhe dhe u kthye në AD. Forcat ajrore shqiptare u krijuan zyrtarisht më 24 prill të vitit të largët 1951,
Forcat ajrore shqiptare janë një nga 3 armët e forcave të armatosura shqiptare. Forcat ajrore përbëhen nga komanda dhe shtabi i forcave ajrore, baza ajrore në Fark, baza ajrore në Kuçov, qendra e vëzhgimit ajror, shërbimi meteorologjik ushtarak dhe kompania e mbështetjes FA. Shteti shqiptar bëri përpjekje të shumta për krijimin e armës së aviacionit luftarak, por për arsye politike, një gjë e tillë nuk u arrit deri mbas luftës së dytë botërore. Në vitin 1945, një grup ish partizanësh filloi përgatitjet për pilot luftarak në shkollën e aviacionit jugosllav. Ky grup përbëhej nga Niko Hoxha, Edip Ohri, Fahri Bubusi, Pertef Myftari, Ibish Vokshi, Zydi Rada, Sazangjelo, Irakli Glashdani, Masarada e të tjerë. Pas prishjes së marrëveshjeve mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë, grupi e vazhdoi përgatitjen në Bashkimin Sovjetik. Forcat ajrore shqiptare u krijuan zyrtarisht më 24 prill 1951. Avionet e parë ishin avionët sovjetik të prodhuar mbas luftës së dytë botërore, YAK-18, dhe fillimisht u dislokuan në Laprak, në periferi të kryeqytetit të Shqipërisë, Tiranë. Pak vite më vonë, forcat ajrore shqiptare do të pajiseshin edhe me avion luftarak reaktiv. Skuadrilja e parë me avion luftarak MiG-15 bis, kodi NATO-s Fagot, e titulluar Peza, u krijuar në vitin 1955. Kjo skuadrilje u dislokua në aeroportin e Kuçovës. Në vitet e mëvonshme, në kuadrin e ndihmës ushtarake nga Bashkimi Sovjetik, forcat ajrore shqiptare do të pajisen edhe me avion luftarak të tipit MiG-17, kodi NATO-s Fresco, dhe MiG-19, kodi NATO-s Farmer, dhe në fillim të viteve 70, edhe me avionët luftarak MiG-21 të prodhimit kinez. Avionët luftarak që erdhën nga Kina kishin marka prodhimi të ndryshme nga ato sovjetik, por në forcat ajrore shqiptare ata u njohën gjithmonë me markën sovjetike të prodhimit. Në qershor të vitit 1957, u krijuar regjimenti i parë transportues i pajisur me helikopter Mi-1 Trecop, helikopter të rinj Mi-4 Trecop, si edhe disa avion me helik Jak-18 dhe Po-2. Në fillim të vitit 1967, ky regjiment u zgjerua në kapacitet me ardhjen e 30 helikopterëve MiG-4. Në vitin 1962, u krijuar regjimenti i rinasit me avion luftarak MiG-17 dhe avion MiG-19. Avionët luftarak MiG-19 ishin shtylla e kësaj force për shkak të numrit të tyre të madh, mbi 70 avion, por në të njëjtin aeroport u dislokuan për një kohë të shkurtër avionët luftarak të sapo nga Kina, avionët luftarak të tipit F-7A, Fishbed C, të cilët ishin version kinez, e avionët luftarak sovjetik MiG-21F-13, modeli i parë i prodhuar në masë. Por pas pak kohësh këto avion 12 në numër u transferuar në bazën ajrore mutare të forcave ajrore shqiptare, ajo e Gjadrit. Ndryshe e njohur edhe si Lezhë Zadrima, avionët F-7A MiG-21F-13 u grupuan në një skuadrilje. Gjithashtu baza ajrore e Gjadrit kishte edhe 2 skuadrilje me avion F-6C MiG-19 dhe një skuadrilje me avion F-5 MiG-17, si edhe disa avion mosimor MiG-15 UTI. 2 vendësh, baza ajrore e Gjadrit dallohej nga 2 bazat e tjera, nga një tunel i nëndeshëm i ndërtuar në malin e Gjadrit. Edhe pse kishte lagështi, ky tunel përbënte një mbrojtje ideale kundër sulmeve ajrore armike. Në periudhën 1950-1975, forcat ajrore shqiptare ishin një nga forcat ajrore më moderne në rajon, por edhe në botë, si përsa i përket pajisjeve logjistike, ashtu edhe përgatitjes së lartë të kuadrit që ajo dispononte. Pilotët shqiptar dalloheshin nga pilotët e tjerë në shkollat e huaja të përgatitjes së pilotëve luftarak, si ato të Jugosllavisë, Bashkimit Sovjetik dhe Kinës, për aftësitë e larta profesionale që tregonin. Nuk do të ishte një koment as pak fryrës nëse do të thuhej që ishin forcat ajrore shqiptare që e pajisën Kinën me teknologji radari. Në vitin 1962, Bashkimi Sovjetik furnizoi forcat ajrore shqiptare me 12 avion luftarak MiG-19 PM, kodi NATO-s Farmer E, të pajisur me radar. Pas prishjes së marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik,
Shqipëria u miqësua me Kinën. Qeveria kineze i bëri një propozim qeverisë shqiptare që të shkëmbenin avionet luftarak MiG-19 PM me një numër më të madh MiG-19 të prodhimit kinez. Ky propozim u pranua nga qeveria shqiptare dhe të 12 MiG-19 PM u shkëmbyen me avion më pak të sofistikuar të variantit MiG-19C. Këta avion nuk ishin të pajisur me radar dhe mund të fluturonin vetëm ditën në kushte optimale atmosferike. Në vitin 1962, Akademia e Aviacionit u krijua në Vlorë, akademia e cila kishte statusin e shkollës së lartë. Kjo akademi kishte në dispozicionin e saj avion mosimor për stërvitje, bazë CJ-6, avion luftarak reaktiv MiG-15 bis dhe avion mosimor dyvendësh MiG-15 UTL.